kundra investimeve. Po në fakt, ne jemi kundra shitjes në tradhtis, po pikujvash. Ne jemi zotër të kësaj toke se Zotin e fali. Dhe ne do të mbrojmë atë, se është detyra jonë me modhe. Rraf Shqipëria! Rraf Shqipëria! Rraf Shqipëria! Të nderuar motra e vëllezër shqiptar, sot me shumë se shumë projekte e vendimi jo transparente të qeverisë të vite, jemi mbledhur për vendin tonë që nuk po vazhdon punë. Shqiptar, një popull kaq i bukur, që ka mbijetuar në çdo lloj të kushtimi, sot po pyetet nga vetvetja. Prindit tanë kanë fat 30 vite që rrisin fëmijët e tyre edhe afatin botës. Rinia po rritet dhe ushqen me ide se të praktikës për mëdhen është pëtën. është kohë se ne mjaft. Edhe të bëjmë të pamundër që populli jonë të shkëqej në vendin e vetë. Ashtu se shkëqej në çdo vend fush e profesion në botë. Është kohë të kremi emrin tonë në pjedestalin që i takon. Dhe t'ju themi botës me kanarinë më të madhe, ne jemi shqiptar. Qoni shqiptar, prej gjumit qoni ju, e tanë ndërpes, vazhën shtrëngon ju, e mos shikoni jo kisha xhamia, se feja shqiptarit është shqiptaria. Zotë me kohë Shqipëri.
krenar. 35 vite na kanë shtyp dy parti që në çdo mundësi që kishin, na kanë shit popullin, kanë shit Shqipërinë. Sot ka ardhur momenti që populli t'jetë në krye, Shqipëria t'jetë e para dhe jo qepi politikanëve. Me fjalët të famshme të Avni Rustemit, tradhtarët plumbin e kanak, vdekje tradhtarëve, Shqipëria shqiptarëve. Falenderim zemre, kur protestuam me studentët dhe ajo u fashit u përçat, mendova se shpresa ime fundit kishte vdekur. Sot ku shoh të shesh edhe në fshi kaq të madh, më krijohet shpresa se nuk pas ka qenë shpresa ime fundit, ju na ngjallët për shpresë, se kam falenderim të madh për ju. Faleminderit, është momenti. Kam një falenderim zemre për të gjithë shqiptarët që janë këtu në shesh dhe prima dhe trimeshash, shqipa trembur që nuk tremen as nga shiu, as nga të bora, por vazhdojnë rezistencën. Kur protestuam me studentët dhe nga përshau, mendova se shpresa ime fundit që shmaruar, por ja u pas kanë me shpres, sepse shqiptarët erdhën me të vdekur. Ka erdhë shqiptari këtu, erdhë gjak shqiptari që lufton për të për të shparur këtë qkas për korruptuar politike. Ta shdukim njere për gjithmonë, t'i themi fund tranzicionit, 35 vjeçar, që nga ka marrë shpirtin dhe vlezit e rotrat e ka lorguar në pilot. T'i vrasim, t'i bëjmë të vënd të këtë e mirë. Falemderit, falemderit. Si ju lutem! Një minutë qëtësi! Një minutë qëtësi! Jam njipi që qishë populli, edhe revolucionin e kemi në gjak. I bëj thirrje, gjithë të njësë, të qohet, të protestoj, e të shponi më një, rame në këtu.